ka një lloj, le të themi, kritika sa i takon retorikës së përdorur më herët ndaj atyre që sot janë aleat Partisë Demokratike. Dikur zoti Agron Shehaj, zoti Adriatik Lapaj, zoti Ende Shabani janë konsideruar nga funksionarët lartë Partisë Demokratike si paterica të qeverisë. Sot i qëndroni më atyre retorikave apo ka ndryshuar mendim sepse politika kështu e ka në fund? Andrea, sot ne kemi narkosin përballë. Dhe për të bërë bashkë kundër narkosit, kemi bërë gjithë to negociata. Se ju thatë vetë që keni kaluar përtej vetvetes dhe përtej mundësive. Eksaktësisht. Pra kjo është e rëndësishme. E rëndësishme sot është të përballemi me narkosin i cili është rreziku i vetëm i Shqipërisë dhe shqiptarëve. Asgjë tjetër nuk është prioriteti joni. Ju thatë që do fitoni dhe fitore do ishte edhe sikur Partia Demokratike të fitonte qofte edhe një bashki apo të fitonte të gjitha. Fitoria vetëm e Partisë Demokratike dhe opozitës është institucionalizimi i votës lirë e asgjësuar prej 13 vitesh, kaq. Që kjo besoj se është goxha e vështirë dhe ju e dini. Ditë që nuk asgjësohet, në momentin që nuk institucionalizohet vota e lirë, atëherë për çdo gjë që flasim ne është kot. Zino ka po rast humbje. Unë jam duke të thënë për gjithë, unë jam duke të sqaruar qartësisht. Patjetër, por me situatën që ju thoni, i dashur Andrea, është shumë e vështirë. Miku im, vota e lirë është ajo që ndan të gjitha dhe sheshon gjithçka. Ju zoti Noga keni patur një detyrë shumë të vështirë, qoftë edhe për kohë më përpara për shkak se zoti Berisha ishte në arrest shtëpie me organizimin e forcës politike. Sot keni numri 2 i kësaj force politike dhe e dini shumë mirë se si është situata në terren. Pavarësisht se qytetarëve publikisht nuk i thuhet e gjithë pjesa se si është vërtet gjendja. Nëse sot do të ja besonin ju personalisht kandidimin në Bashkinë e Tiranës, a nuk do ishte shumë e vështirë për të çarë gjithë kjo fotografi e qartë që ju i bëni situatës? Shiko, Andrea. Që ta dim edhe çfarë përgjegjësie i kërkojmë pastaj kandidatëve të shoqërisë civile. Një herë më përpara se të shkojmë te kjo gjë, ne duhet dim çfarë duhet i kërkojmë narkosit që po i merr frymën Shqipërisë. Që ka çuar Shqipërinë sipas Institutit Vjenës, që doli jo vetëm sot, në vendet e fundit në botë për sa i përket lumturisë. Sot Instituti Vjenës përcaktoi që duhet 100 vjet që Shqipëria të ketë një infrastrukturë moderne europiane. Duhet 100 vjet që të shkojnë në standardin kur sot Europa. Tek lumturia mbase se kanë matur mirë se shqiptarët lumtur duken përderisa nuk protestojnë. Jo narkosit janë të lumtur, jo shqiptarët, më fal. Se shqiptarët janë nën terrorin e narkosit, mos e harro këtë. Tani, sot Instituti Vjenës deklaroi që duhen 60 vite që standardi i sotëm i Europës të kapet nga Shqipëria. Për te prallave për te prallave që thoshte kreu i narkosit dhe marionetet e tij në çdo studio televizive që ne po shkojmë dëmimin 3 ditës në Europë, ne Europa jonë, Europa po na pret se ne do bëjmë Europë. Jo. 100 vite për infrastrukturën, kontrollin e korrupsionit, praktikisht janë 60 vite për 60 vite thot për ekonominë, a e kupton ti? Po flet Instituti Vjenës flet sikur Europa të rrisë në stagnacion. Dhe ne do na duhen 60 vite të arrijmë. Po imagjinoni si do ecë Europa, pra ku është Shqipëria? Ky është halli që duhet të diskutojmë. Ne ky është halli që kanë shqiptarët. Ky është halli që kanë shqiptarët sot, sepse shqiptarët janë më të vjedhurit, më të varfrit, më të rënuarit dhe më të spopulluarit nga narkosi në pushtet, dhe këtu nëpër mediat, nëpër ekrane mediatike flitet për çfarë do bëj PD-ja, do dalë me pantallona të kuqe apo do dalë me pantallona blu? Çfarë do bëj PD-ja? Do vesh këpuc 41-shi apo këpuc 42-shi? Çfarë do bëj PD-ja? Do të ketë xhaket me stem në fushat apo do ketë xhaket pa stem? Jo, nuk i duhen fare qytetarëve shqiptarë. Çfarë do bëjmë me qytetin ama nuk duhet, sepse qytetarëve shqiptarë duhet. Çfarë do të bëjmë? Por çfarë do të bëjmë? Çfarë do të bëjmë për këtë qytet? Çfarë do të bëjmë për të rikthyer votën e lirë, nëse edhe këto zgjedhje do të jenë çfarë do të bëjmë që në këtë Tiranën tonë, ndotjat mos jetë nga më të mëdha në botë, që shqiptarët thithin arit pasër, jo thithin grimca dhe plurë dhe ndotje
si askund tjetër. Mesazhet e shpresës opozitës i takon ti artikuloj, apo jo? Po i takon qeverisë ti bëj. Po i takon qeverisë, po qeveria refuzon t'i bëj në 12 vite. Atëherë opozita e drejtuar për jush dhe zotit Berisha ne do themi çfarë duhet. Do bëj ndryshime. Çfarë duan shqiptarët. Dhe kjo është ajo. Ë? Dhe ajo që është mbi të gjitha, që të flasim për çdo gjë tjetër, i dashur mik, do duhet që të flitet të mbyllet njëherë mirë kapitulli i farsave. Po si mbyllet ky kapitulli? Çfarë do bëj Partia Demokratike eksaktësisht për ta mbyllur këtë kapitull? Do bashkëpunonin me ndërkombëtarët, se duket se ndërkombëtarët si paktën shohim presidenten e Këshillit të Evropës, e cila duke